Ky është vendi ynë, ku shqiptarët kanë provuar shtypjen në pallatin e tyre të ëndrave, por edhe çlirimin nga fantazmat e të shkuarës që e kemi brektisur, por kemi ndier shumë mall për të. Vendi ynë, ku jemi zhgënjur, ku ritmi shpeshherë i përshkon me shpejtësi detajet që na mbushin jetën, ku dhe jemi ndier krenar. Dhe sot, last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town. Last night in my dreams, all the machines had been disconnected. Time was thrown out the wind, and all of my friends had been disaffected. Now I'm searching for trust in a city of rust, a city of vampires. Tonight Elvis is dead, and everyone's spread, and love is a satire. And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town. Ooh, my heart is a ghost town. My heart is a ghost town. Is a ghost town. Why would she make calls out the blue? Now I'm awake, sleepless in noon. Mrs. Soulfly crash lands in my room. Can't waste no time, she might leave soon. Hey, 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 don't say you will. Do-do. Hey, 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 don't say you will. One day you will, I pray you will. I wish this song would really come true. Hey, 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 don't say you will. One day you will, I pray you will.
this song will really come true. I admit I still fantasize about you, about you. Hey, 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 don't say you will, you will, you will. Hey, 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 please say you will, for real. I pray you will. Why would she make calls out the blue? Now I'm awake, sleepless in noon. Hey, 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 don't say you will, unless you will. Hey, 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 don't say you will, then play you will. I pray. Hey, 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 don't say you will, unless you will. Hey, hey, don't say you will, then play you will. Hey, 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 don't say you will, unless you will. Hey, hey, don't say you will, then play you will. I pray you will. Mrs. Soulfly crash lands in my room. Can't waste no time, she might leave soon. Hey, 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 don't say you will, do-do. Hey, 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 don't say you will, one day you will. I pray you will. I wish this song would really come true. I admit I still fantasize about you, about you. Hey, 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 don't say you will, you will, you will. Hey, 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 please say you will, for real. I pray you will. Why would she make calls out the blue? Now I'm awake, sleepless in noon. Hey, 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 don't say you will, unless you will. Hey, hey, don't say you will, then play you will. I pray you will. Mrs. Soulfly crash lands in my room. Can't waste no time, she might leave soon. Hey, 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 don't say you will, do-do. Hey, 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 hey,
this song will really come true. I admit I still fantasize about you, about you. Hey, 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 don't say you will, you will. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma dhe kënaqësi që jemi sonte këtu bashkë në këtë event, i cili çdo vit na zbukuron jetën me disa vajza të bukura që ju sapo i pat në parakalimin e tyre të parë, në prezantimin e tyre të parë. Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në Miss Universe Albania 2015. Një produksion i revistës VIP në bashkëpunim me televizionin Klan. Kënaqësi që këtë mbrëmje sonte do ta ndaj me një bukuroshe më shumë, e cila adhuron televizionin dhe spektaklin dhe vjen sonte ta dëshmoj këtë pasion të saj, Francesca Jace. Duar trokitje për zonjushën time të bukur. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjej sot në këtë pallat kongresesh, i cili sot është ndërruar në pallatin e miseve tona. Jemi mbledhur sot këtu për të kurorzuar më të bukurën, Miss Universe Albania 2015. Parada e bukurisë sapo ka filluar. Do të kënaqemi sonte me miset tona, me juri sharmante, me të ftuar special shumë in në muzikë dhe kemi nderin që të kemi sonte prezencën e një ylli ndërkombëtar, të një sex simboli italian, Gabriel Garco. Shoh shumë zonjusha dhe zonja të bukura këtu, jam shumë i sigurt se po të pyesësh ndonjërin prej tyre se cila miss ishte më e bukur, asnjëra s'thot ajo ishte e bukur apo ajo tjetra ishte më e bukur. Gjitha thonë, Gabriel Garco është më i bukur. Ku jemi? Një falenderim edhe për ju, publik i dashur, që jeni sonte këtu me ne, dini që është e bukura, jeni njerëz me shije, prandaj keni ardhur këtu sonte në pallatin e kongreseve. Duar trokitja është e gjitha për ju. Sapo ndoqëm një sfilat me një ndër emrat më të mirë kosovar, të stilistes më të mirë në Kosovë, Blerina Klokoqi Rugova, një duar trokitje për të. Përfitoj nga rasti ta falenderoj për veshjen e gjithë miseve tona, por gjithashtu dhe për këtë fustan të mrekullueshëm. Një vit më parë mes lotësh gëzimi, unë mbaj mend shumë mirë, ajo u kurorzua si Miss Universe Albania 2014. Është një bukuroshe nga Tropoja, e cila është mbretëreshe bukurisë e Miss Universe edhe për disa orë. Ftojmë në sken Miss Universe Albania 2014, Zhaneta Byberi. Kjo është mbretëresha e këtij viti. Zhaneta, duar trokitje ti ke marrë një vit më parë, po hëpra një duar trokitje. Si ishte ky vit për ty? Besoj ka qenë një vit i veçantë përderisa more një titull si Miss Universe Albania. Ky vit ka qenë vërtet emocionues, i mbushur me eksperienca të reja, ka qenë po aq i bukur sa edhe i vështirë, por është diçka që do mbahet më gjatë. Faleminderit, Zhaneta Byberi, Miss Universe Albania. Mund të largoheni dy zonjushat e mia të bukura. Bukuria është relative, megjithatë, unë i shoh i kam përballë, dy prej tyre i kam shumë xhan. Ata kanë sonte, jo se të tjerët nuk i kam xhan, po nuk i njoh aq mirë. Ata kanë sonte misionin e vështirë për të zgjedhur më të bukurën, cila do të përfaqësojë Shqipërinë në Miss Universe, ceremoni e cila këtë vit do të zhvillohet në Shanghai në Kinë. Ka ardhur momenti që të prezantojmë jurinë sharmante të këtij edicioni të Miss Universe Albania 2015. Ylli shqiptar me famë ndërkombëtare, me 8 albume të suksesshme dhe ajo që ka pushtuar kopertinat e revistave dhe hijeshuar tapetet e kuq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
e papërsëritshmja Bleona Qerreti. Ka nisur karrierën e modelingut që 13 vjeç dhe ka shpërthyer në tregun ndërkombëtar pas titullit Miss Zvicra. Aktualisht është një nga modelet më të famshme kosovare në Europë. E mrekullueshmja Heidi Lushtaku, një model ndërkombëtar, ambasador i Cavalli Club në Dubai, aktor dhe ish PR i Playboy Star. Para jush, Lucia Luciano. Të gjithë e shijojnë në rrjetet sociale, frymëzohen prej saj dhe e komentojnë pafund. Miss Kosova 2010 dhe Miss World Kosova 2012. Një nga zonjushat më të bukura kosovare. Bomba Instagramit, Morena Taraku. Artisti kosovar që bën mrekulli me aparatin fotografik me modelet më të famshme ndërkombëtare. Fotografi i suksesshëm Veton Osmani. Miss World Albania 2012. Autore dhe prezantuese e jo vetëm mod në televizionin Klan, jo vetëm e bukura, Floriana Garo. Një nga aktorët më seksi të kinemas dhe televizionit italian, aktualisht në kulmin e suksesit profesional. I adhuruar pa fund, vjen sonte si president jurie, seks simboli italian, Gabriel Garco. Kjo ishte juria jon e nderuar. Berti, si thua tani ti lëm pak më një anë ethet edhe emocionet që të gjithë ne besoj se i kemi dhe ta nisim spektaklin me pak muzikë me një këngëtare shumë të dashur nga të gjithë ne. Ke shumë të drejtë. Unë gjithmonë e kam prezantuar me shumë qef, sepse kur ajo ngjitet në skenë me hitet dhe këngët e saj të sjell në qef. Vjen sonte një ish miss, por tashmë një showgirl shumë e adhuruar, shumë e preferuar, zonja dhe zotrinj Cilieta Gjilaga. Mi mbrëma gjithë. Hajde shkojmë me shuplaka. Hova! Ti mendoja se edhe kur jam vetëm, mendoja ndjenjat me dikë tjetër. Do kërceja unë latino dhe samba, sepse kjo më pëlqen, ti e di më pëlqen. Keq, po ti ngëllon, më shjetën son. Stani me via, linea e tia, e Maria. Sigur da dia, vetë nuk do fria, Ina Maria. Sa të të doja, të mos tregoja, unë të vërtetën. Dhe kur jam vetëm, e jo jam vetëm. Sa herë të mendoj, qesh qaj nuk të shoh, lotët nuk i thaj, nuk i thaj, Sa herë të mendoj, qesh qaj nuk të shoh, lotët nuk i thaj, nuk i thaj, po çdo lëvizje sa më kaliente, më shiko në gjë ku në top më gjete, mua ja ku më ke, ja ku më ke. Keq, po ti ngëllon, më shjetën son. Stani me via, linea e tia, e Maria. Sigur da dia, vetë nuk do fria, Ina Maria. Sa të doja, të mos tregoja, unë të vërtetën. Dhe kur jam vetëm, e jo jam vetëm. Sa herë të mendoj, qesh qaj nuk të shoh, lotët nuk i thaj, nuk i thaj, Sa herë të mendoj, qesh qaj nuk të shoh, lotët nuk i thaj, nuk i thaj,
Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Vjojmë, konsiderohet si një oaz i mrekullueshëm në të dalë të Tiranës, vendi ideal për të festuar çastet më të bukura të jetës tonë. Akoma dhe më e bukur u bë Villa Toscana kur në të zbarkuan bukuroshet e Miss Universe Albania 2015. Ke të drejtë Berti, ajo me të vërtet ka qenë një mbrëmje shumë speciale për të gjithë ne. Tani mendoj se është momenti t'i tregojmë pak a shumë çastet që kaluam të gjithë aty dhe çastin që na parapriu në mbrëmjen e sotme të Miss Universe 2015. Ndjekim bashkë një klip me çastet më të bukura në Villa Toscana. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Gjithmonë pasioni dhe idet për të prodhuar art kanë nevojë për mbështetës. Të jesh i vetëm nuk do të thotë që mund t'ja dalësh, pa ndihmën e miqve. Tani është momenti të falenderojmë miqtan të Miss Universe Albania 2015. Alp Telekom, sponsor i përgjithshëm. Regency Casino, Roberto Bravo, Birra Tirana, Villa Toscana, Alp Fix, FM Reklama, Grand Dental dhe i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, Etos Parfumeri. Është edhe klinika Kate. Shumë miq pas ka ky Edi Deda, producenti. Mirë, ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi sërish në skenën e bukur të Pallatit të Kongreseve në Miss Universe Albania 2015. Rikthehemi sërish në skenën e zonjushave të bukura në Pallatin e Kongreseve në këtë edicion të 11. Tani është radha e bukurosheve tona. Fustani i nusërisë i mrekullueshëm dhe i pamungueshëm në çdo event show, sjell emocione poetike, romantike dhe nxjerr në pa hiret e bukurisë femërore. Eleganca dhe fantazia e krijimtarisë janë sinonime me modernen. Çdo stil është ekskluziv dhe reflekton profesionalizmin që Frederika dhe arti martesor dëshiron të veshi jo trupin, por shpirtin e çdo vajze. Zonjushat në sallë mund ta kenë një ide se si mund të jetë fustani i tyre në ditën më të bukur të jetës së tyre, në koleksionin më të ri 2015-2016. Njëkohësisht shqiptarët kanë patur gjithmonë shije për të bukurën, kostumet tona popullore janë një vepër arti më vete, edhe një trashëgimi kulturore që na bën të jemi krenar për origjinën dhe vendin ku jetojmë. Ju ftojmë tani në një sfilat me veshjet e sallonit Tina në Kosovë, ku ndërthuret tradita dhe bukuria femërore shqiptare, dhe me fustane nusesh të Frederika Arti martesor. Ndjekim vajzat tona.
'Cause baby, you make me feel alright. Yes, you do, baby. You make me feel alright. Yes, you do. You got the power, girl. I'm under your control now. Yes, I am. Yes, I am. Yeah. Just take your time and treat my body like your playground. Yeah. Whisper in my ear tonight. You know how to make me feel perfect. Yeah. Put your lips up next to mine. Only you know just how to work it. Yeah. 'Cause baby, you make me feel alright. Yes, you do, baby. You make me feel alright. Yes, you do. Only you can make me fall to my knees, girl. When I'm with you, I can finally breathe. Yeah. I want you to take over. I want you to take over me. When I yeah. 'Cause baby, you make me feel alright. Yes, you do, baby. You make me feel alright. Yes, you do. You got the power, girl. I'm under your control now. Yes, I am. Yes, I am. Yeah. Just take your time and treat my body like your playground. Yeah. Whisper in my ear tonight. You know how to make me feel perfect. Yeah. Put your lips up next to mine. Only you know just how to work it. Yeah. 'Cause baby, you make me feel alright. Yes, you do, baby. You make me feel alright. Yes, you do. Only you can make me fall to my knees, girl. When I'm with you, I can finally breathe. Yeah. I want you to take over. I want you to take over me. When the lights go down. 'Cause baby, you make me feel alright. Yes, you do, baby. You make me feel alright. Yes, you do. Girl, you do. Girl, you do. You make me feel alright. Yes, you do, baby. Yes, you do. You make me feel alright. Yes, you do. It's you. Yeah. 'Cause baby, you make me feel alright. Yes, you do, baby. You make me feel alright. Yes, you do. You got the power, girl. I'm under your control now. Yes, I am. Yes, I am. Yeah. Just take your time and treat my body like your playground. Yeah. Whisper in my ear tonight. You know how to make me feel perfect. Yeah. Put your lips up next to mine. Only you know just how to work it. Yeah. 'Cause baby, you make me feel alright. Yes, you do, baby. You make me feel
Yes, you do, baby. You make me feel alright. Yes, you do. You got the power, girl. I'm under your control now. Yes, I am. Yes, I am. Yeah. Just take your time and treat my body like your playground. Yeah. Whisper in my ear tonight. You know how to make me feel perfect. Yeah. Put your lips up next to mine. Only you know just how to work it. Yeah. 'Cause baby, you make me feel alright. Yes, you do, baby. You make me feel alright. Yes, you do. Only you can make me fall to my knees, girl. When I'm with you, I can finally breathe. Yeah, I want you to take over. I want you to take over me. When I yeah. 'Cause baby, you make me feel alright. Yes, you do, baby. You make me feel alright. Yes, you do. You got the power, girl. I'm under your control now. Yes, I am. Yes, I am. Yeah. Just take your time and treat my body like your playground. Yeah. Whisper in my ear tonight. You know how to make me feel perfect. Yeah.
Pushimet dhe vera sapo na kanë thënë mirupafshim, por ne do të sjellim detin, plazhin dhe diellin e ngrohtë nëpërmjet insertit ton vijues. Kemi udhëtuar së bashku me bukuroshet tona në Bregdetin malajzez. Sensualiteti dhe linjat e tyre perfekte në një jahtë të mrekullueshëm në Tivat i sjellim tani në insertin e radhës. Ndjekim insertin. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, I'm on my knees. I wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Oh, baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I gotta give one little taste. Sugar, yes, please. Won't you come and put it down on me? Oh my god. Right here, 'cause I need your love. Show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, down on me. Tani më duk sikur publiku duar trokiti pak më fort. Se qëndruam ne këtu, prandaj. Bëjmë një ndalesë të shkurtër duke falenderuar sërish sponsorët tanë. Alp Telekom, sponsor i përgjithshëm. Faleminderit. Regency Casino, Roberto Bravo, Birra Tirana, Villa Toscana, ALB Fix, FM Reklama, Grand Dental, Etos Parfumeri, City Taxi, B&B Dental, Cotonela, Mat TV dhe Radio Mat, kolegët tanë, Hotel Rogner, Albanian Luxury Brands, Universiteti Europian i Tiranës, AK Oil, ASLV, Blerina Klokoqi Rrugova, Mumi dhe Klinika Kate. A kemi dhe Arp Security, që ka gozhduar garkon, dhe Uj Spring dhe mirë ka bërë se s'po fillonim dot në fillim. Ndjekim një blok publicitar dhe rikthehemi sërish me surprizat e tjera. Jemi sërish në skenën e Pallatit të Kongreseve në Miss Universe Albania 2015. Do të vijojmë me një tjetër klip interesant ku ne do të shohim se sa bukur të ecën loja dhe argëtimi, kur me vete, ke një zonjush të bukur si që janë vajzat e Miss Universe Albania. Veshjet e modeleve janë stiluar me mjeshtëri nga Altin Miqi, bijuterit nga Roberto Bravo dhe make-upin nga New Generation. Ambienti ku ndodhemi është Regency Casino. Ndjekim klipin.
alone tonight. Duke mbetur tek vajzat tona, do t'i shijojmë dhe vlerësojmë tani ato edhe tek linjat trupore, sepse do të ndjekim një sfilat hot. Ju ftojmë tani në sfilatën e fundit të gjithave miseve tona bashk, por këtë radhë me roba banjo. Do të kemi edhe një surprizë në versionin ala Victoria's Secret, do të vi një nga DJ-t absolutisht më të famshëm dhe më të suksesshëm në klubet dhe në muzikën shqiptare. DJ Sardi dhe vajzat tona. Legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember. Legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. I can't stop till the whole world knows my name, 'cause I was only born inside my dreams. Until you die for me, as long as there's a light, my shadow's over you, 'cause I am the opposite of amnesia. And you're a cherry blossom, you're about to bloom. You look so pretty, but you're gone so soon. So legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries.
blossom. You're about to bloom. You look so pretty, but you're gone so soon. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. We've been here forever, and here's the frozen fruit. I could scream forever. We are the poison Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. I can't stop till the whole world knows my name, 'cause I was only born inside my dreams. Until you die for me, as long as there's a light, my shadow's over you, 'cause I am the opposite of amnesia. And you're a cherry blossom, you're about to bloom. You look so pretty, but you're gone so soon. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. We've been here forever, and here's the frozen fruit. Këto ishin të gjitha vajzat bashk. Do të ndajmë disa çmime dhe më pas do të kalojmë në top 5-in, në 5 më të bukurat. Përpara se të fillojmë me çmimet, do doja të falenderoja shumë Altin Micin për veshjen time dhe Artur Muçën, make-up artist. Çmimi i parë, Miss Bikini. Miss Bikini do të vi fotografi nga Kosova, Veton Osmani, për të na thënë se kush është Miss Bikini në Miss Universe Albania 2015. Do ardhrokitje për njërin nga antarët e juris. Mirëmbrëma sërish, atëherë Miss Bikini. Mirëmbrëma, Miss Bikini është Diana Bardhi. Diana Bardhi. Vjen Diana këtu. Urime, vendosim fashon. Lulet nga Floral Fantasy. Do të falenderojmë floristen e talentuar Frida që me artin e saj ka bërë këto buqetat mrekullueshme. Miss Bikini. Ftojmë sërish DJ Sardin për të më dhënë një tjetër zarf Miss Social Media. Kush ka qenë më e preferuar në Instagram dhe në Facebook nga vajzat tona? E kam dëgjuar edhe këtu në publik, disa brohoritje. Atëherë Sardi. Atëherë Megi Luka. Megi Luka. Numri 4. Falendero fansa në Facebook dhe në Instagram. Është edhe një poster atje. DJ Sardi, faleminderit. Urime në Dance With Me. Çmimi tjetër,
Çmimi i revistës VIP, çmimi Miss VIP Magazine do të vi Jonel Lenja dhe Anjeza Puka nga revista VIP. Revista VIP, e cila organizon edhe këtë mbrëmje patentën e Miss Universe Albania prej 2 vitesh tashmë. Ju falenderojmë gjithëve për prezencën tuaj këtu. Niki Bektashi. Niki Bektashi. Suksese Miss VIP Magazine. Faleminderit revista VIP. Miss Inteligenca nga UET-ja do të vi pranvera Skana. Do fitojmë bursë, apo ja? Në fakt, Universiteti Evropian i Tiranës është kudo dhe në një aktivitet kaq të bukur, bukurie dhe mode. Dhe kemi vendosur për të ofruar 2 bursa, një bursë për Miss Inteligencë dhe një bursë për Miss Universe Albania. 2 mise që fitojnë 2 bursa. Tani do ofrojmë bursën e Miss Inteligencës Kristi Prengaj. Kristi Prengaj. Suksese. Unë të marrim edhe dokumentin që vërteton këtë bursë studimi, edhe një të flurë. Faleminderit. Miss Imazhi vjen presidenti Albanian Luxury Brands Jurgen Kurti. Adhurojmë këtë shishen e shampanjës. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Miss Imazhi është Neviana Gjonpalaj. Neviana Gjonpalaj. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. Çmimi tjetër i fundit. Miss Buzëqeshja vjen Morena Taraku. Se kanë celularin të kishim bërë një selfie bashk. Megjithatë bëjmë në after party. Pak më këtej, lutëm. Po, Morena. Ndjenja mirë me që këto. Miss Buzëqeshja që mundësot nga Grand Dental është Bleona Qereti. Pa dyshim që është Blerona, mirë po sonte, Miss Buzëqeshja është Ada Halimi. Bless me, Father. Don't ask me why. You're right. Take off my clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why. Faleminderit. Mirë, kemi mbritur në momentin e bukur ku do të shpallim top 5-in. Unë juftoj që ta përjetojmë si një element gëzimi, sepse do të mësojmë se kush janë 5 më të bukurët, dhe jo për të përjetuar ato ankthët e eliminimit. Kështu, top 5-i. 5 vajzat që kalojnë më tej janë Daniela, Megi, Serena, Kristi, po buzëqesh me Kristi, ashtu, dhe Alessia. Njëra nga këto 5 bukuroshe do të shpallet pak më vonë Miss Universe Albania 2015. Faleminderit gjitha vajzave. Faleminderit edhe juria për vlerësimin që keni bërë, për sjellin vajzat.
është kantautori më i suksesshëm i momentit në muzikën shqiptare. Adhurohet shumë nga publiku femror, jo vetëm shqiptarët, por kudo ku ai bën koncerte, këngët e tij këndohen nga të gjithë. Ne do të shijojmë 2 nga hitet e Noise-it. Oje, nëse dini tekstin e saj këngësh, hajde shkojmë gjithë bashkë. We got a big body. A keni a skinny. We got a big body Benzo. We pay no rent out. We got a smooth person. We like to call it torture. We got a big body Benzo. We pay no rent out. We got a small body Porsche. We like to call it torture. We got a big bodies, Mercedes Benz. Nuk ma bleu mami, as babi I bleva vet. Nuk qëllova I pasur, por nuk u drëzova njetë. Se dikur ka qenë një andër, tash I kam në realitet. Ata që mjojnë këtë din qa bëna, imazhi I ati që nga zero shkëll në miliona. Ma në fund kanë kuptim gjitha tonetët pa gjumë. Tash a vlet një kejt në fund, tash ju shoku shon në fund. Ato folin për t'kalume, nuk busjeshin nga e ardhmja. Ato më thojnë më kujtojnë, unë ju thëm qa ka me bo. Jam I sigur për ne kam sukses, po nova shumë viktu, për ne s'ka më këthes. Ey, I go small body Porsche, ftyre si kur kobra. Oshe sister, po nga zoni e njofta. Kuku qa bojka, se më shtu kalojna. Kur jam bite, bona një dhe s'ka mundojna. We got a big body Benzo. We pay no rent out. We got a smooth person. We like to call it torture. We got a big body Benzo. We pay no rent out. We got a small body Porsche. We like to call it torture. We got a smooth body Porsche 911. Gazin deni në fund, djenja si ku me kon heaven. Dije se su shet do t'i munësh me gjuve qerën. I'm like, nuk dije ti këma për erdhëm. Fuck a energy, ma kanë zili busjeshe, nuk busjeshe dhe ma zi. Big money, clean money, day money. Tu ka vesh një regull, you with me or run from me. Bitch, fuck a energy, shkëll qeni a I shumë, si kur diamantin drit. Për ketë ata që arritën tu ka ca fyt, qoni shampanja në qillet dhe derdi para syt. Ora u ka bo me pluhur, laje me shampanje. And that big body Benzo, that bitch is so fine. Mosëm shish tremëse, unë nuk t'kam fajse. Gjithë patën qëllime njetë, por unë I patën maj. We got a big body Benzo. We pay no rent out. We got a smooth person. We like to call it torture. We got a big body Benzo. We pay no rent out. We got a small body Porsche. We like to call it torture. 6.5, 6.3. Big bodies, AMG. Sos fabrik makarona, sos fabrik Mercedesa. S'ku I shef parkum jasht, duke si kur tuf panteras. Ju jeni tuf pedera, si kurva ju vika era. Ju m'tregoni mu për bosa, unë tregoj për milionera. Jena real deri dhe, mos t'am bo si kushta një. Tikën gju për li u kodin, varo se shipe qa the. Ey, young money, done vidi, what you want, done sticky. Ring, telephone, same number, same digits. Them boys want beef, then it's on. I see Eddie B and Faton. We got AKs in shadows, Muddy G, top dons, young killers, big dealers, Escobars and so on. Shkojnë thell, jena familja në kështjel. Money, veç ato dina më ndjel. Ah, boom, ey, what, bring that magic back. Call up Leo Kid or tell him can we make a banger. Hajti shmenim krejta. Hustle on the road, nga e premtja te e premtja. Ju dua, ju faleminderit gjithëve. Një faleminderit shumë I madh shkon për Alp Telekom, sponsor I përgjithshëm. Duart rokitja e fundit, pa. Regency Casino. Roberto Bravo. Birra Tirana. Villa Toscana. ALB Fix. FM Reklama. Grand Dental. Etos Parfumery. City Taxi. B&B Dental. Cotonela. Hotel Rogner. Albanian Luxury Brands. Universiteti Europian I Tiranës. Ako Oil. ASLV. Mumi. Klinika Kate. Arp Security. Dhe Uj Spring.
Publiciteti i tretë dhe i fundit për sonte. Rikthehemi sërish në Pallatin e Kongreseve, jemi në momentet e fundit, por kemi dhe shumë element të tjerë artistik. Kemi dhe një intervistë shumë bukur pak më pas, por udhëtojmë tani në bregdetin e Durrësit, ku përbri Adriatikut ndodhet një hotel me 5 yje, i cili pak javë më parë mirëpriti disa yje të tjerë në një party të Miss Universe me vajzat tona dhe me shumë të ftuar special. Hotel Palas ishte ambienti i radhës ku ne kaluam një mbrëmje të mrekullueshme, midis të ftuarve ton special, muzikës live, por edhe pushuesve të hotelit. Ndjekim bashkë koncertin e radhës. Është shpallur mashkulli më i bukur në Itali, por personazhi më i keq në ekranet italiane për shkak të super rolit të tij në L'onore e il rispetto, i cili po transmetohet momentalisht në Mediaset. Është një, do ta rithemi, një sex symbol, e konsiderojnë dhe i quajnë il divo, dhe ne mirëpresim l'unico Gabriel Garco. Ma keni sjell pa mikrofon. Një mikrofon, ju lutem. No, uno, funziona, sì. Ciao! Atëherë, bëjmë një mini intervist me... Sa me fat jam, eh? Cosa hai detto? Sono fortunato di fare questa intervista. Atëherë, how are your relations? Si janë marrëdhëniet tuaja me median, gazetarët dhe kritikët? Okej, po përgjigjem në italisht. Certo. Kam një raport shumë të veçantë me shtypin dhe median sepse dua një jetë shumë të rezervuar. Bëj një punë publike dhe autorizoj çdo të gjykoj punën time, por jo jetën time private. Autorizzo chiunque a giudicare il mio lavoro, ma non la mia vita privata. Quindi Prandaj kam një raport të çuditshëm sepse kur më sulmojnë në jetën private nuk më pëlqen as pak. Edhe pse jam një person publik, thellë jam një njeri edhe unë. Fondamentalmente sono una persona anch'io.
You have been working since Keni you were punuar që kur 14 keni years qenë old. fëmijë, 14 vjeç. Do you have any Keni regrets ndonjë about peng nga your fëmijëria youth juaj, when you were adoleshenca child? juaj, meqense keni punuar kaq i ri? Oddio, ho fatto una... O zot, kam filluar të punoj 14, 15 vjeç dhe 16 vjeç kam bërë filmin tim të parë. Devo essere sincero, mi manca... Të jemi sinqert, më kanë munguar shumë ekskursionet shkollore. Kur bashkëmoshatarët e mi udhëtonin me shkollën, unë arratisesha në Rom për punë, sepse jam nga Torino dhe Roma është pak larg vendlindjes. E quindi quello mi mancherebbe. Kjo më ka munguar. Pafajshmëria kur je fëmijë më ka munguar, sepse unë e kisha mendjen për të punuar. You are very handsome, but how Jeni has shumë simpatik, influenced por sa your ka ndikuar handsome paraqitja juaj e appearance in your jashtme në professional profesion? work? Bene, penso tanto. Mendoj se shumë sepse është e dukshme. È palese, cioè sono arrivato qui anche Kam arritur deri këtu fal asaj që më kanë dhuruar prindrit e mi në aspektin estetik. a livello estetico intendo, Tutto il resto l'ho coltivato. Pjesën tjetër e kam arritur gjatë rrugës. Unë nuk kam studiuar për aktrim dhe shumë kritike nënvizojnë këto fakt shumë. Por kam mësuar shumë në shesh xhirim gjatë rrugës. Ka qenë një shkollë shumë e mirë për mua, sidomos nga aktorët me të cilët kam punuar. Keni deklaruar në media se ju keni eksaktësisht fytyrën e nënës tuaj. Ka që bukur është dhe ajo? I kam trashëguar komplet fytyrën. Jemi një lloj. Ho già detto, ok. Sa pasqyra ka në shtëpi Gabriel Gargo? Një tip I tillë duhet shikohet her pas here, them unë. How many mirrors do you have in your home? Kam vetëm një në tualet, në shtëpi jo. In Po the në dhomën e bedroom? gjumit? No. Bathroom, yeah. The No, in the bathroom. bedroom. Për çfarë? Nuk e di, në dollap, në tavan. Una volta ho dormito in una Njëherë shkova në një hotel. Isha I shkatruar, shumë I lodhur. molto stanco. Mi sono Vrapova coricato drejt a krevatit. letto, Ushtriva kështu dhe shoh imazhin tim të reflektuar lart dhe thash: Oh cazzo. Al che ho pensato a cosa. Dhe mendova se çfarë mund të kishin bërë para meje aty dhe mora në telefon dhe ndrova menjëherë dhomë. Immediatamente stanza. Sì, vabbè, ho Shihem kaq shumë nëpër pasqyra sa më kanë ardhur majt hundës. Prandaj nuk kam në shtëpi. Do you have A ke marrëdhënie të mira me ish të dashurat e tua? Girlfriends. Yes. Po apo jo? Sì. Con Po, alcune sì. me con disa altre po, no. me disa jo. Është normale. Disa po, me disa. Nuk është e lehtë të mbetesh miq pas një lidhje. Kjo mund të ndodhë pas disa vitesh, dhe me ndonjërin edhe ka ndodhur. Në fillim të karrierës Garko ka interpretuar në 2-3 filma, por ai është dubluar, nuk është lejuar që të interpretojë me zërin e tij të vërtet. Dhe e pyes pse ka ndodhur kjo? Nuk ka patur zë kaq të bukur sa që ka tani apo? È successo in due Ka ndodhur në 2 filma në fillimet e karrierës time, sepse kisha theks verior torinez. Më pas studiova për ta eliminuar dhe më pas më lejuan të dubloja. Në lidhje me disa imazhe nudo të Gabriel Gargos në 2 prej filmave të tij. Ka qenë zgjedhja e regjisorit apo e Gargos vet? Oh cazzo. Speravo di non aver capito. Shpresoja të mos e kuptoja këtë pyetje, por në filmin e Tinto Brass ndodhi që ai dëshironte një fragment. Duhet ta them të gjithë historinë? Devo raccontare tutta la storia, sì, ok, perfetto. Mi vergogno un po'. Më vjen pak turp prandaj. Avevo questa scena di nudo. Kisha për të bërë një skenë lakurisht tek një film I Brass, dhe ajo duhet të ishte jashtë skenës së seksit. Cioè non durante una scena di sesso. Por një nudo ashtu siç u bë. Come poi è stato fatto, spero che nessuno Shpresoj që asnjëri nga ju ta ketë parë këtë film. Ok, perfetto. Jo. Bene, adesso me ne vado. Sì. E abbiamo deciso Dhe di vendosëm ta farla bënim in këtë questa skenë duke corsa vrapuar drejt verso il detit. mare, che per me è stata Dhe për mua ishte traumatizuese sepse regjisori vendosi ta bëj këtë skenë në montazh me ngadalësim dhe kur e pash në kinema u shokova. Mbi të gjitha njoftova prindrit e mi që të mos shkonin për të parë filmin. E la tua madre? Çfarë ju tha nëna juaj? Non mi ha parlato per 3 mesi. Nuk I ka folur për 3 muaj. In your films you have been a dancer. Në filmat tuaj, ju keni qenë një balerin, një viktim nga sida, një kriminal, një prift, një këngëtar, një I dashur. Why Komplimente dhe urime. Pse ka shumë diversitet në role?
Është profesioni që unë kam munduruar të bëj që i vogël dhe mendoj që bëj punën më të bukur në botë. Sepse më jep mundësinë të jetoj 1000 jetë brenda jetës time. Kështu kur bëj një film, jetoj jetën e atij që interpretoj. Prandaj do të mërzitesha nëse do të bëja gjithmonë të njëjtën gjë. Argëtohem kur kaloj nga njëri rol tek tjetri. Pyetja e fundit, the last question. Kur do të martoheni dhe si mund të jetë Garko si baba? Allora, Të martohem? Kur? Është lajm zyrtar ky? Po sepse kam qenë 2 herë gati duke u martuar. Një herë madje lash gjithçka. 3 muaj para dasme me shtëpi të blerë, të ftuar dhe gjithçka. Pastaj edhe një herë tjetër. Nuk mendoj se jam i bërë për martesë, sidomos në këto kohë, sepse shoh miqtë e mi që kanë qenë të martuar dhe tani kanë të gjitha vështirësitë e divorcit. Me që e njoh veten shumë mirë, sepse tani jam 41 vjeç dhe besoj që e njoh veten mirë. Martesa nuk bën për mua, sepse martesa sipas këndvështrimit tim heq magjinë tek çifti. Në martesë nuk bëhen ato gjëra që bëhen në fejes dhe më pëlqen të rri përjet i fejuar. Është më bukur. Unë e shoh kështu. Dhe si baba, e imagjinon veten? Si baba po. Problemi është të gjesh nënën. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao. Gabriel Garko. Kënaqësi vërtet. Dhe tani do të vi Francesca, sfilata e fundit e top 5-it e 5 vajzave më të bukura. I shijojmë dhe vlerësojmë në sfilatën e tyre finale një lojë emocionesh, ngjyrash, formash, transparencë joshse, glamur që të çojnë në perfeksionin e modës së lartë. Copa të veçanta për të kërkuar diçka vërtet shumë ekskluzive dhe që t'japin shkëndijën befasuese. Vajzat tona do të zbresin tani në skenë si princesha me fustanet mbretërore nga Frederika Arti martesor. Juria jonë nderuar tashmë duhet të bëjë zgjidhjen përfundimtare në sfilatën e fundit të bukurosheve tona. Pas sfilatës do të kemi dhe momentin që të gjithë mezi e presim, kurorëzimin e më të bukurës, Miss Universal Albania 2015. Ndjekim sfilatën finale. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer again. How deep is your love? How deep is your love? Open up my eyes and tell me who I am. Let me in on all your secrets. No inhibition, no sin. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me
your love? Can it go deeper? So tell me how deep is your love? Can it go How deep is your love? How deep is your love? Pull me closer again. How deep is your love? 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 Kemi mbritur në momentin kur do të shpallim një çmim tjetër të rëndësishëm, Miss World Albania 2015. Njëra nga këto 5 vajza do të përfaqësojë Shqipërinë në Miss World, cila prej tyre do të thotë I'm from Albania, mes 130 bukurosheve nga e gjithë bota në Miss World. Për të na thënë se kush është vajza fituese, do të ftoja 2 antar jurie, Lucio Lucianon dhe Heidi Lushtakun, sikurse edhe Gjensila Peren, Miss World 2014, Miss World Albania 2014, vinë që të tre me zarf besoj për të na thënë se kush është Miss World Albania 2015. Duar tërgjitje për Gjensilen. Kemi marrë fashon, lulet, zarfin e mban Lucio, po. Po, hapim zarfin. Buonasera, grazie. Facciamo un applauso per questo momento di suspense. Allora, Miss World è Daniela Pajaziti. Miss World Albania 2014, Daniela. Po, nga 2014 kalojmë në 2015, vendosim edhe kurorën, do ta heqësh Gjensila kurorën, me dhimbje po. Just gentlemanësh. Vendosim kurorën në Miss World Albania 2015. Shumë suksese në kompeticionin botror Miss World. In the spring, from June to December was you and me, and I told my heart it was just a summer thing, that it was just a summer thing. Faleminderit, mund të largoheni, faleminderit, grazie. Jo, mund të... Se kuj dihet, mund të fitosh edhe kurorën tjetër. Do të shpallim shoqëruesen e dytë të Miss Universe Albania. Pra, do të mësojmë tani se cila prej vajzave do të marrë kurorën e më të bukurës, por si fillim jemi tek shoqëruesja e dytë, do të ftoja Bleona Qerretin për të na thënë se kush është shoqëruesja e dytë e Miss Universe Albania 2015. Vjen zarfi, edhe zarfi kuq dhe Bleona me të kuqe. Shpresoj që jeni kënaqur sonte. Me ju këtu po, pse? Shoqëruesja e dytë është Alesia Braha. Alesia. Bravo Alesia. Shoqëruesja e dytë e Miss Universe Albania 2015.
Po, faleminderit. Shoqëruesja e parë e Miss Universe Albania. Do të ftoj kolegen time të bukur Floriana Garo. Zonjush Garo. Po vjen. Shoqëruesja e Me këto fustane duhet kem kujdes dhe unë. Okej. Gocat janë të emocionuara, me siguri. Atëherë, shoqëruesja e parë e Miss Universe Albania është Kristina Prengaj. Kristina, shoqëruesja e parë e Miss Universe Albania 2015. Urime. Kush është më e bukura nga 3 miset që kanë ngelur? Ftojmë sërish Gabriel Gargon, i cili do të vërë kurorën e më të bukurës në këtë edicion, që do të mbahet më në gjatë. No, devi aprire. La prima? Lo volete sapere? Maggie Luca! Ftojmë edhe Miss Universe Albania 2014 Janeta Biberi, që kurorën e sposton tek më e bukura e këtij viti. Një kuror nga Roberto Bravo. Mes lotësh dhe emocionesh kemi kurorzuar kështu Miss Universe Albania 2015. E ka pajet fustani që është vendosim dhe fashon. Kemi shpallur kështu Miss Universe Albania 2015. Urime të gjitha vajzave. Faleminderit që ishit me ne sonte. Miru ta kofshim.